Unë. Helmimin e tyre. E ke Helmimin. Cili është komenti ju? Nuk e kam thënë këtë gjë Fyzi. Prap po thua një të pavërtet. Më vjen shumë keq. Sot e kishe në të gjitha portalet. Më keq se tani fillon po. Kur s'ke argument fillon këtu. Unë kam thënë unë për helmimin kam thënë vetëm kaq. Në iftarin e Elbasanit. Sonte mendimi im shkon tek vëllezërit tanë opozitar që u lënduan për arsye të panjohura pas mitingut tyre. Ju uroj shërim të shpejt dhe shpresoj që ta njohim sa më parë arsyen. Këtë kam thënë unë. Cila është arsye sipas jush? Po, nuk keni po ta dija unë arsyen do ta gjejnë institucionet kompetente, nuk jam unë që e gjej. Këtë kam thënë unë. E kupton tani se çaj bëni ju këtij mileti? Me atë çaj, dhe po mos isha unë këtu do kishe gjitha të agallarët e Katundit, do thoshin, se e di Rama kështu. Po pra po, sepse kështu po si agallarët vazhdoni të njëjtën histori. S'kam mbledh me shtypin unë. Po me kë e ke? Se ju keni dhe me gjë njerëz që ka dhe kurajë ta thonë vërtetën sy, fillon e quan agallarët. Është njësoj, unë jam zgjedhur demokratikisht. Kur ti më kritikon mua, është njësoj si të them unë, çe ke këtë mbledh me demokraci, po ti nuk je shtypi me fezi, je një njeri i shtypit. Tjetëri është një njeri tjetër, ju nuk jeni shtypi. Shtypi është një institucion i madh. Ju jeni përfaqësues. Po. Dhe edhe këta do që të heshtin. Dhe ju mos do t'i hequr më. Jo, do të heshtin mos e për t'i hequr. Ju mos e të. Ore, ata të vazhdojnë se unë nuk i mbyll dot gojen, pa ama gojen s'ma mbyllni dot asju, se unë do ta them ç'a mendoj për ju. Jo, jo, se sa kohë ke qenë pjesë e shtypit, ke qenë goja më e pjesë e shtypit. Status veçantë, ju do të thoni ç'a mendoni për gjithë. Edhe ta çorodisni miletin. E ke të drejtën tënde të thuash çfarë duash. Dhe vazhdoni me të njëjtën gjë. E krijoni vet. E shkruani vet. E komentoni vetë dhe pastaj ta hidhni dhe thonë se e the. S'kam thënë fare. Dil në debat me Bashën dhe sqaron. Po këtë punë kemi ne. Debatet unë i bëj me ty, ti je përfaqësuesi i kontinuitetit. Je Saliu dhe Luli bashkë. Kështu je bëj debatin me ty dhe me këtë gjendje që të shoh ty. Se Saliun e ftoi në debat, Bashën e ke frikë, nuk e kuptoj. Saliun e ftove në debat Isha kryetar opozite. Po, edhe Luli është kryetar opozite. Isha kryetar opozite, e ftova në debat. Edhe Bashë.